Sot bota i kushton vëmendje mjedisit, duke na kujtuar rëndësinë e ruajtjes së tij. Saktësisht 54 vite më parë, Organizata e Kombeve të Bashkuara shpalli 5 qershorin ditën botërore të mjedisit, me qëllimin e vetëm për të nxitur kujdesin ndaj natyrës. Por gjysmë shekulli më vonë, mesazhi mbetet po i njëjtë, pasi njerëzit ende nuk janë mjaftueshëm të vetëdijshëm për rëndësinë që ka ruajtja e mjedisit. E për gjendjen e qytetit të Gjakovës raportojmë çdo ditë. Mbeturina të hedhura në çdo vend përveç vendit të dedikuar janë pamja më e shëmtuar që mund të shohësh në qytet. Në lumenjt, aty ku normalisht pritet të gjesh gjallësa ujore, sa mund të gjesh çdo gjë tjetër përveç tyre. Ajo që nuk ju duhet më qytetarëve përfundon si zgjidhja më e lehtë për të hedhur. Hapësirat rekreative që duhet të jenë oazë qetësie për qytetarët, ato shpesh humbin funksionin e tyre, duke u kthyer në zona të ndotura pas orëve të shfrytëzimit. Natyra na jep shumë. Andaj sot është dita që na kujton detyrimin për ta mbrojtur atë. Të jemi më të përgjegjshëm, ta ruajmë planetin Tokë, shtëpinë tonë të vetme.